Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thirrur një mbledhje urgjente të Këshillit për Siguri Kombëtare për shkak të atyre që i ka cilësuar si krime të papara në skenën politike ndërkombëtare. Vučić i deklaron se në rënd dite kanë qenë 3 tema kryesore: siguria ushtarake dhe politike rajonale, siguria energjetike dhe aksioni amerikan në territorin e Venezuelës. Pas aksionit në Venezuelë, është e qartë se drejta ndërkombëtare, rendi botëror dhe karta e OKB-s nuk funksionojnë më, tha Vučić. Vučići ishte veçanërisht i shqetësuar për armatosjen e Kosovës, ndërsa tha se rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s është suspenduar de facto nga fuqitë e mëdha perëndimore dhe disa aktorë rajonal, duke përmendur Turqinë. Ai foli edhe për atë që e quajti aleancë të re midis Prishtinës, Tiranës dhe Zagrebit, të cilën e konsideroi si kërcënim për sigurinë, integritetin territorial dhe sovranitetin e Serbisë. Ndërkohë, ish-presidenti Nikola Maduro u dërgua në një qendër paraburgimi në New York dhe pritet të dalë para gjykatës gjatë javës për të përballur me akuzat për vepra penale të drogës dhe armëve. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë të shtunën se Shtetet e Bashkuara do ta qeverisin Venezuelën dhe do t'i shfrytëzojnë rezervat e saj të mëdha të naftës. Trump gjithashtu theksoi se trupat amerikane mund të vendosen në Venezuelë. Shtetet e Bashkuara nuk kanë frikë nga të vendosin ushtarët në terren, tha ai. Edhe pse operacioni po paraqitet si veprim ligjor, Trump e bëri të qartë se ndryshimi i regjimit dhe pasuria e naftës së Venezuelës janë synimet kryesore.